e saj. Ka raste kur na duhet me pas qasje ma të butë, ma komunikative me trener, me lojtar, duhet me pas një qasje ma ndryshe. Edhe besoj që ajo ndoshta ka qenë edhe Chelsea për pas gjykimit. Ajo do më thonë është okej, për pas gjykimit, mendoj që Chelsea kryesor ka qenë komunikimi me lojtar edhe me trenera. Për shkak se dy taboret kanë qenë edhe lojtarët dhe trenerat tensionum vetë. Tash nëse ti hen edhe nuk komunikon me ta, ose nuk mundosh me zbut pak qatë presion, atëherë loja vetëm... Referi definitivisht duhet me qenë edhe psikolog. Po. Edhe me që ajo ka qenë ndoshta për arsye, ju e keni pa më ndryshe. Gjithë ky komunikim, se unë personalisht edhe si lojtare kur jam konë, po edhe tash sfundi, unë e problemin kryesor me refera e kam veç me komunikim, se krejt janë a njerës, gjithë kuj na i ndodh, krejtve i ndodh, gabimi është e kuptushme. Unë e kom pas gjithë probleme me qatë qasje dhe qatë komunikim. Jeni kom perfekt në atë ndeshje dhe qajo, që shë tha Agoni, definitivisht ka rjenë ndeshja në mënyrë perfekte. Pse së ndodhë gjithë? Për veti unë e kom apliku këto që një 3 vite të fundit, nështë nuk kom mujtë me njëherë prej vitit parë, po gradualisht se nga njëherë edhe kur t'je komunikativ me trener apo me lejtar, thithin shumë energji. Se kur e din që ti jep një sqarim, mas çdo thirrje apo mas çdo rasti, vjen te ti dhe mundohet prap me folë. Ajo tani nuk është komunikim, ajo është muhabet, lafe, safi. Kështu që... Qartë është, do me thonë, duhet me egzistu kufiri. Duhet me egzistu kufiri dhe me ditë, do me thonë, prej rastit, kur mund është mi dhonë feedback, kur mund është mos mi dhonë feedback. Se lejtari përshan ndo njëherë hen kontakt, thët unë e dur t'i pa t'a lartë, bën kontakt me trup. Kështu që nëse ti ja spjegon, nëse ja sqaron në njërë të but, aj, okej, e menon dhe e akcepton.